kjo kishte disa qëllime të disa fishtë. Në radhë të parë një qëllime arriti për t'ju treguar zërave si Saljani apo fraksioneve të ndryshme që kërkojnë mendim ndryshe po shpallen tradhtar, bashkëpunëtor të krimit të organizuar. Do më thënë pak a shumë i tregoj kush jam unë. E ke përsysh, unë kam forcë ende në Partinë Demokratike, sepse kishin filluar ato mbledh 200, mbledh 300, pavarësisht se edhe kjo s'ishte forcë, sepse 10 çuna që mbulojnë kokën, sepse në një protestë qytetare në një revolt. Asa të beti nuk fitoj. Nuk e mbulon njëri kokën, s'kam parë protestë në Perëndim edhe në Greqi kur dalin të rinj, nuk e mbulojnë kokën, që edhe në 3 Molotov. Por unë tani çik më gjerë shikoj kështu, edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha, por Sali Berisha me atë metodën e tij, sepse është edhe në pozitë më inferiore, do thosha unë, janë duke ju dërguar sinjale ndërkombëtare. Shko duhet ta themi të vërtetë, dhe kur flasin për SPAK-un, patjetër, ky grup prokurorësh janë dhe idealistë dhe adetar, por në fund fare janë ish kolegë